Radio 1 prezanton ciklin 30 mësime për agjëruesit. Fenomeni i të tepruarit gjatë Ramazanit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. Të tepruarit apo shpërdorimi është prej mëkateve dhe prej gabimeve në të cilat kishin rënë prej saj popujt e mëhershëm, e Allahu i Madhërisëm na e ka ndaluar një gjë të tillë. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thot: "E mos e teproni, se me të vërtet ai nuk i do ata që e teprojnë." Të tepruarit, shpërdorimi dhe shpërfillja është një prej cilësive të popujve që nuk e njohin mirë Allahun e Madhërisëm dhe nuk e vlerësojnë mirësinë e tij. E në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm në një ajet në Kur'an thot: "Po mos shpenzo tepër e pa rrugë. Ata që shpenzojnë tepër janë vëllezër të djajve, e djalli është përbuzës i madh i Zotit të tij." Fatkeqësisht disa prej njerëzve kanë rënë pre kësaj dukurie negative gjatë Ramazanit, andaj shohim se si bëjnë shpenzime, harxhime, shpërdorime të panevojshme dhe të tepruara. Prej llojeve të teprimit gjatë Ramazanit mund të përmendim: përgatitja e ushqimeve mbi sasinë e nevojshme. Shumë prej njerëzve e kanë bërë shprehi që gjatë Ramazanit të stërteprojnë duke i stërmbushur tavolinat e tyre me ushqime dhe pije të lloj-llojshme, qoftë në iftar apo në syfyr, e më pas një pjesë e madhe e tyre duhet të hidhet në mbeturina për shkak se nuk mund të konsumohet. Andaj, asesi mos i lejo vetes, o ti agjërues, që të tepërosh, pasi ka shumë prej muslimanëve që janë të varfër, janë të vobekt, janë skamnor, që nuk kanë mundësi të gjejnë as edhe një kafshat të vetme për të bërë iftar apo për të ngrënë syfyr. Andaj mundohu që të ushqesh agjëruesit, e kurse si mos lejo të bie shpreh e shpërdorimit të mirësive që të ka dhënë Allahu i Madhërisëm, e ta tepërosh gjatë Ramazanit e jashtë tij. Andaj diçka e tepruar nga ushqimi yt, apo nëse ke mundësi të përgatitesh shtesë, bëje këtë dhe ushqej ata që kanë nevojë, e mos e hidh atë. Bëj këtë duke shpresuar në shpërblimin e Allahut të Madhërisëm, ashtu siç Allahu i Madhërisëm thot në Kur'an: "Ata janë që për hir të tij u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve robër. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe për jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim me as falënderim. Ne i friksohemi Zotit ton në një ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është shumë e vështirë." Ndërsa nga profeti, paqja e Allahut qoftë me të, është vërtetuar të ketë thënë se Allahu i Madhërisëm do të thotë në ditën e gjykimit: "O biri i Ademit, jam uritur pranë teje e nuk më ke ushqyer." Ndërsa njeriu do t'ja kthej: "E si të ushqej ty, o Zot, kur ti je zotëruesi i botës e i qiejve?" Ndërsa Allahu i Madhërisëm do t'i thotë: "A nuk e ke ditur se filani ishte pranë teje i uritur dhe nuk e ke ushqyer, e si kur ta kishe ushqyer atë, do ta gjeje atë tek unë?" Prej formave të teprimit, po ashtu, është të tepruarit në gjumë për te nevojës së njeriut. Ne jemi dëshmitar të asaj se shumë prej agjëruesve e kalojnë ditën e tyre në gjumë apo një pjesë të madhe të saj, dhe këtë e bëjnë në përpjekje për të ikur vështirësive të agjërimit dhe për të përballuar sa më lehtë urinë. Po ashtu shohim prej tyre që gjithë natën apo një pjesë të gjatë të saj e kalojnë në lojra, në thashetheme, në dëfrime të kota, të cilat mund të jenë edhe prej aktiviteteve të ndaluara që mund ta hidhrojnë Allahun e Madhërisëm, e që këtë e bëjnë në përpjekje për të kaluar natën pa gjumë, në mënyrë që të mund të zgjasin gjumin e tyre gjatë ditës. Po ashtu prej formave të teprimit, të shpërdorimit të mirësive të Allahut të Madhërisëm, kemi edhe shpenzimet e stërtepruara që bëhen nga disa njerëz gjatë festës së Bajramit. Kemi shumë njerëz që shpenzojnë me qindra mijëra para në veshmbathje, në dëfrime dhe në përgatitjet për festën e Bajramit, e po ata janë më kopracët që mund të gjesh kur u kërkon të japin diçka për hir të Allahut të Madhërisëm dhe në rrugën e tij.
Andaj o ti që Allahu i madhërishëm të ka nderuar me pasuri, a nuk e ushqen një të varfër? A nuk e vesh një skamnor? A nuk e furnizon një jetim? A nuk e ndihmon një të vobek? A nuk e ndërton dot një xhami? A nuk jep sa do pak nga ajo që Allahu i madhërishëm ta ka dhënë prej pasurisë? A nuk e ke problem që ti kënaqesh duke e shpërdoruar pasurinë që Allahu i madhërishëm ta ka dhënë, ndërsa fqinji yt të mos ketë as kafshat në gojës në ditën e Bajramit? Kije frikë Allahun dhe ki kujdes me pasurinë që Allahu i madhërishëm të ka dhënë. Prej formave të teprimit gjatë Ramazanit, kemi edhe vizitat e shumta dhe të panevojshme që bëhen nga njerëzit. Në këtë muaj shohim se si agjëruesit dalin dhe shëtisin pa nevojë dhe pa ndonjë dobi, se si shkojnë në vizita pas një dobi dhe pas një nevojë, se si ulen, rrinë dhe bisedojnë me njerëz biseda të kota dhe të panevojshme, duke humbur në këtë formë kohën e tyre për të cilën pendohen më vonë, ashtu siç na tregon edhe Allahu i madhërishëm në një prej ajeteve të Kuranit, ku thotë se: përderisa t'ju vi momenti, kiameti, befas e të thonë: të mjerët ne për atë që lëshuam, nga punët e mira në dynja, e duke i bartur gabimet e veta në shpinë dhe e shëmtuar është ajo që bartin. Kjo është si pasojë e takimit me njerëz dhe të qëndruarit të shumta pa pasur ndonjë dobi, përfitim apo ndonjë nevojë për një gjë të tillë. Po ashtu prej formave të teprimit, kemi dhe angazhimin e tepërt me lojra të ndryshme, me sport dhe me ushtrime fizike e trupore, të cilat janë të gjitha në llogari dhe në kuriz të kohës së seriozitetit, të angazhimit, të adhurimeve, të namazit, të përkujtimit të Allahut të madhërishëm, të nxënjes së dijes, të këshillimit, të udhëzimit për të mirë, të ndalimit nga e keqja dhe të leximit të Kuranit. Andaj kemi shumë njerëz që mundohen ta humbasin kohën e tyre në çdo formë, edhe nëse për një gjë të tillë paguajnë para të majme. Ata do ta kuptojnë gabimin e tyre atë ditë kur të dalin